Të nderuar shikues, Eselamu Aleikum. Mirë se vini pra në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Si gjithmonë, bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Atëherë, emisionit ton Pyetjet në Kur'an, sot e kemi fokusin tek sura El-A'raf. Pra, kur Zoti i Gjithësisë i thot Muhamedit që të pyesi njerëzit. Pra, pyetje nga Zoti, por me anë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kuptohet për zotat e rrem që kishin atë kohë, por jo vetëm, se edhe sot ka një formë tjetër idhujtarie, dhe thot pra në ajetin 195 të kësaj sure, pyeti pra Muhammed ata, a kanë ata këmbë për të ecur ose duar për të kapur? A kanë sy për të parë ose vesh për të dëgjuar? Thuaj, thirrni zotat tuaj të rrem dhe kur disni kurthe kundër meje, pra pa më lënë mua kohë. Kush është kuptimi thellë që mbart pra kjo pyetje? Pra çfarë shihet pas kësaj pyetje? Ku duhet arrihet? Gjithmonë Kur'ani, domethënë në mënyrë se si trajton gjërat, i drejtohet shumë arsyes, logjikës. Dhe sikur po na thot ajeti, zotat dhe idhujt dhe le të themi këto ndërmjetësuesit që ju i përdorni për t'ju lidhur me Zotin, çfarë zotërojnë prej atributeve dhe cilësive që thua ti të mbështetesh tek ata? Se është ndryshe për shembull kur ti shkon të kërkon mbrojtje tek një njeri, ai të marr mbrojtje të ruan prej dikujt, për shembull. Ka çfarë jep? Ka çfarë jep? Mirë, po puna e statujave, e idhujve, e pikturave, e skulpturave, se faktikisht kështu ishin kthyer, domethënë, s'kan asgjë. Pra, le të themi ajo statuja, nëse dikush e shtyn thyhet, ajo statuja po nuk e luajti dikush prej vendit, s'bën dot asgjë. Domethënë, ore, sikur logjika dhe arsyeja ka ikë me pushime. Pra stimulohet dhe nxitet arsyeja që çojë përtej asaj që është bërë tradit, përtej asaj që njerëzit shejtërojnë, përtej asaj, pra njeriu patjetër duhet dikush që të bëjë, le të themi, reformë. Reforma si lind? Reforma nuk është diçka që, domethënë, njeriu analizon situatën edhe del në një përfundim ndryshe dhe ndryshon formën dhe mënyrën. Domethënë, pejgamberi alayhis salatu wasalam sikur po i ftonte njerëzit të vetë reformohen dhe të kuptojnë se këtu kemi të bëjmë me një gjë që jo vetëm që s'është gjë, po edhe arsyeja dhe logjika nuk ka gjë që, për shembull, kemi rastin e Ibrahimit alayhis salatu wasalam. Kur tha o Ibrahim, kush e bëri këtë? Tha mos e ka bërë ai më i madhi. Pra mos ai i madhi i ka prerë këta idhujt e tjerë. Po megjithatë tha pyeteni. Po këto nuk flasin. Ka një moment reflektimi. Tha rajau ila anfusihim. Ora ata pati një moment që mendon vetë këtë punë. Pastaj thanë jo, kush je ti ta djegim se ky na injoroi zotat. Të mbrojmë zotat tan, pra vazhdon ke ignoranca. E njëjta skem vazhdon edhe këtu. Madje kemi situata që kur vinin njerëzit tek xhaxhai i profetit alayhis salatu wasalam, i thoshin o Muhammed, ky po na shan të parët. Ky po na shkel fenë të parëve. Po pse? Po të parë tanë kanë jetuar me këto zota, i kanë adhuruar. Ky thot, jo, vetëm një është, jo 360. Madje nuk është asnjë nga këto 360. Është dikush tjetër që është lart fare që menaxhon çdo lloj situate në botë, në tokë, kështu me radhë. Pra, Kur'ani nëpërmjet saj na bën dhe një ftesë neve që themi o ju njerëz që ftoni njerëzit në Islam. Përdorni arsyeën dhe logjikën. Le të vim tek idhujt, domethënë, sepse ne me të vërtetë jetojmë në një kohë që këto idhuj ndoshta nuk janë, po edhe janë. Në disa vende, pra ka vende në botë që akoma vërtet adhurojnë idhujt. Unë ka bërë shumë përshtypje për një vllaj që thoshte kishte shkuar tek një nga këto vendet aziatike. Edhe kur do të futeshin në tempuj, ishte ligj, thoshte muslimanët dhe krishterët dhe hebrejt nuk lejohet që të futen. Për Zotin. Përjashtoshë monoteist. Pra, domethënë, ata që ndjekin një nga fetë dhe themi sjellur nuk duhet të futen. Idhujtar me pasaportë, domethënë. Domethënë ishte rregull, domethënë dikush edhe mund gënjente, nuk kishte problem se si shpreheshe ti. Mirë, po nuk lejoheshe që pra idhujt nuk është se
nuk është se ka rënë epoka e idhujve. Kemi akoma vende ku idhuj ka mirë, po në vendet më zhvilluara i kemi më të sofistikuara. Është idhulli i famës, është idhulli i pasionit, është idhulli i epshit, e kështu me radhë. Pushtetit, i paras. I paras, i pushtetit e kështu me radhë. Pra ka edhe këtu idhuj, po janë në një formë tjetër. Dhe besimtari vërtet, dhe besimtari drejt është ai i cili lidhet me Zotin dhe ecën sipas, le të themi, asaj që kërkon Zoti prej njeriut. Por asnjëherë neve nuk duhet harrojmë që duhet përballemi me idhujtarinë, me të gjitha ngjyrat e idhujtarisë. Qoftë kjo idhujtari e dukshme, e prekshme, e personifikuar në statuja apo në skulptura apo në piktura që ne duhet të themi jo, duhet adhuruar Zotin, po edhe ndaj kësaj idhujtarisë tjetër, dhe shirku tjetër e cila prodhon pushtet, prodhon ligje, prodhon rregulla të cilat faktikisht bien ndesh me atë që Zoti i Madh ka thënë apo i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam. Kështu që ne, domethënë, duhet të jemi të kujdesshëm. Po kemi edhe një idhujtari tjetër që është idhujtaria brenda nesh. Pra pavarësisht se jemi musliman, kulti individit. Po bijem në disa lloje idhujtarish që faktikisht nuk duhet binim, sepse kuptimi i mirë i fesë dhe i besimit minimalisht duhet ta çojë njëri që të largohet nga normat e idhujtarisë. Për shembull, çfarë mund të thoshni për një besimtar që i thotë vetes unë jam musliman dhe shkon në mal atje bën kurban, apo shkon tek i vdekuri dhe kërkon prej tij, apo shkon tek X vend apo shenjtor apo shejtore apo ku dëgjon që të eci mbar apo tek një xhami e vjetër dhe fërkohet tek muret e xhamisë, apo tek një kishë dhe fërkohet tek muret e kishës, apo tek një teqe dhe fërkohet tek muret e saj. Pra, ky njeri, domethënë, s'ka kuptuar thelbin. Thelbi i cili është e mira dhe e keqja, furnizimi, jeta, vdekja, shërimi janë prej Allahut, janë prej Zotit të gjithësisë. Po pse shkojnë njerëzit doktori? O zotëri, ne jemi të obliguar të bëjmë sebepet edhe shkaqet, pra ne duhet të bëjmë shkaqet dhe se Zoti na ka mësuar se në atë që bën njeriu neve mund ta shfrytëzojmë dhe mund ta bëjmë, po në fund fare ne prapë besojmë se shërimi vjen prej Allahut. Mjeku mjekon, Allahu shëron. Mjeku jep, le të themi, jep orientimin e tij, po në fund fare Zoti i Madh i cili e orienton atë dhe na orienton neve dhe është ai i cili e hedh shërimin. Pra, domethënë, dhe një ftesë edhe për ne muslimanët që le të shohim ajetin. Çfarë tha ajeti? A kanë sy? A kanë vesh? A kanë këmbë? A kanë duar? Shumë mirë. Shko tek një i vdekur që i lutet një musliman. Ka ai sy që të shohi ty që ke shkuti tek ai? A dëgjon ai i vdekuri? A mund të lëvizë ai që nëse bjerë një tërmet aty të luaj varri prej vendit? Atëherë, pra, domethënë, kemi tre paralele të ndryshme. Kemi një paralele të asaj kohe, kemi një paralele të kësaj kohe tek bota e idhujtarisë, po edhe tek idhujtaria e një forme tjetër, dhe kemi një paralele tjetër që është brenda nesh. Pra, fatkeqësisht këto pyetje i duhen bërë çdo kujt që i drejtohet çdo gjëje përveç Allahut. Pra nuk është një pyetje e bërë vetëm për atë kohë. Dhe kjo është mrekullia. Pra, shif, ajeti në fillim fare u duk shumë i thjeshtë. Zoti ju drejtohet idhujtarëve në kohën e profetit, ore këto idhujt kanë sy, kanë vesh, kanë duar, kanë këmbë. Pritsen, nuk është kaq e thjeshtë situata. Idhujtaria është diçka që do ta shoqërojë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Nuk do të bëhet Kiameti derisa gratë e fisëve arabe të rrotullohen rreth idhujve siç janë rrotulluar në kohën e pejgamberit alayhis salam. Është hadith i saktë. Do rikthehen prapë. Do të rikthehen prapë. Pra, domethënë idhujtaria është një sfidë, por do të marrë forma të ndryshme, ngjyra të ndryshme dhe rezultati do të jetë i njëjtë. Derisa gratë e fisëve arabe të rrotullohen, të tunden dhe të shkunden rreth idhujve. Hadith i saktë për shenjave të vogla të Kiametit. Pra, dua të them domethënë që sfida e idhujtarisë ose e shirkut është një sfidë që ne duhet ta vendosim në prioritetet e thirrjes tonë dhe orientimit të njerëzve. Se nganjëherë, domethënë, të duket vetja demode kur thua për shkak që një shmëria, tauhidi, shirku, idhujtaria, ore duket vetë po ku jeton. Jo, ky është një problem i cili vazhdimisht duhet mbajt në kujtesë. Për këtë arsye dhe Kurani vazhdimisht ka folur për shirkun dhe për tauhidin.
Vazhdimisht. Pra nuk është se Kurani foli një herë për tauhidin edhe e la, ose foli një herë për shirkun dhe e la. Vazhdimisht, në forma nga më të ndryshmet. E lidh me botën tjetër, e lidh me xhenetin, e lidh me xhenemin, e lidh me arsyeën, e lidh me logjikën, e lidh që s'duhet të ekzistojë, pse duhet të ketë, argumentat e tyre dhe kundargumentat, logjika pse njerëzit, domethënë në fund fare gjëja më e rëndësishme që duhet të realizosh njeriu në këtë botë është njëshmëria. Dhe gjëja më e keqe dhe turpi më i madh që mund të vdesi njeriu me të është shirku i dhujtaria. Për këtë arsye është kushtuar rëndësi, për këtë arsye dhe ajetet e dhujtarisë ose debatet me idhujtarët janë dhe përsëriten dhe qëllimi është që nuk mbaron kjo punë. Po. Se nga një herë na duket ora sikur po ka ndryshuar gjërat, jo, nuk ka ndryshuar. Në fund fare çon në idhujtari. Pra mbaron një betejë, po lufta është absolutisht, deri e përhershme. Domethënë në fund fare kur themi ne ka ndryshuar idhujt e kësaj kohe, po në fund fare idhujtari është dhe ajo. Qartë. Shirku është dhe ajo, domethënë ose një lloj shirku është ajo. Jo, këtu për të bërë një shaka me këtë pjesë, imagjino të kishin pa robotët sot, ata idhujtarët e hershëm që ishin pa robotëve. Por ju të sekët një aspekt interesant në lidhje me idhujtarinë, referohet ke historia e Ibrahimit a.s. Pra, idhujtaria vjedhër. Po kësa idhujtarisë re të sofistikuar, pra, si duhet ti kundërpërgjigjet ose si duhet në thojë se ta kuroj besimtare, se s'po themi luftë, s'është fjalë ma, po si duhet të reagojë dhe të jetë interaktiv me atë. Është ajo që quhet njohja e realitetit ku jeton. Pra, që ose se më thonë, ne nuk mund të kurojmë diçka pa njohur mirë sëmundjen. Dhe shkakun se nga buron sëmundja. Dhe kjo punë, domethënë, nuk mund të ketë shërim të vërtet pa shkuar tek sëmundja dhe tek shkaktari i sëmundjes. Kështu që kjo neve na obligon që të jemi njohës të realitetit dhe njohës të asaj se si lëvizin gjërat përtej kuperturës, përtej fasadës që ne shohim. Çfarë i lëviz në të vërtet gjërat. Dhe ajo është gjë për cilën ne duhet le të themi të ftojmë, duhet të flasim. Besimi në Zot është ilaçi i gjitha sëmundjeve. Njerëzit. Pra në fund fare, neve njerëzit duhet të orientojmë tek më e drejta dhe tek më e mira. Por duke njohur mënyrat e sofistikuara të kotës, duhet të orientojmë njerëzit tek rrugët ose tek format dhe metodat që përdor e kota për t'i larguar njerëzit nga e vërteta dhe e drejta. Pra, mënyra më e saktë është njohja e mënyrave, e metodave që përdor e kota dhe le të themi përballja me to. Jo fshehja apo si më thon ti kthej shpinën, përballu. Me të kotën duhet përballesh, me të pavërtetën duhet përballesh. Jo vetëm përballesh, po edhe ta sqarosh. Ta sqarosh. Thosh kjo gjë nuk ka lidhje me fenë e Zotit, feja e Zotit thot diçka tjetër. Qartë. Pra, faktikisht ne tani folëm për mënyrën, pra se si besimtari ose më saktë për ideologjinë se ku duhet ti drejtoj njerëzit. Por vim pak e metodika, se faktikisht po të vesh re Kurani është tepër etik me fejet, me idhujtarin, pra ngren pyetje. Besimtari si duhet në metodika që mund të realizohen shumë seminare, simpoziume, dialogje të hapura. Njeriu duhet përshtatet me kohën dhe realitetin ku jeton. Pra, le të themi, një metodë ka qenë shumë efikase para një shekulli, një metodë tjetër ka qenë shumë ose disa metoda ka qenë shumë efikase para 5 shekujsh. Sot ndoshta duhet përshtatemi në formë tjetër. Për shembull, le të themi janë emisionet, janë rrjetet sociale, janë seminarët, janë trajnimet, janë përballja, në debate, në dialogje. Pra, gjithmonë duhet të jetë duke ruajtur kodin etik të debatit. Aq shumë i ka kushtuar rëndësi Zoti kësaj pjese sa që thotë një ajet kuranor, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Mos i shani zotat e tyre. Pra ti nuk ke pse të shash, ti nuk ke pse të ofendosh. Ti thuaj, unë besoj se kjo është e vërteta. Dhe argumentat e mia 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20. Nëse ju keni argumente, na i sillni. Hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Sillni argumenta. Unë kam për detyrë të përballem me argumentin tënd, të ulem me ty, të rri me ty,
Po në fund fare ndoshta dalim me të njëjtin përfundim. Çfarë problemi ka? Ne jemi prap shok, ne jemi prap koleg, ne jemi prap gjak, ne jemi prap vëllezër të një vendi ku jetojmë apo vëllezër të një kombi ku ne jetojmë. Por dera e dialogut nuk duhet mbyllur asnjëherë. Duhet të ketë debat, duhet të ketë dialog. Gjithmonë duke përmbajtur normave të kodit etik të sjelljes dhe debatit. Sidomos me veçanta. Pra Zoti tha mos i shani zotat e tyre, po kemi një kod më special për idhtarët e feve të tjera, siç janë ehlu kitabi, pra me të krishterët dhe hebrejt. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Mos debatoni me të krishterët dhe hebrejt vetëm se në mënyrën dhe në formën më të mirë. Pra Zoti më bën për nesh që të jemi në përgjithësi të edukuar kur debatojmë, dhe më të edukuar dhe më të kujdesshëm kur flasim me të krishterët apo kur flasim me hebrejt. Padyshim që kur ajeti thot a kanë sy, a kanë vesh, a kanë duar, a kanë këmbë, normalisht që, domethënë, ka aspektin e jetës, ato dhe mund t'i kenë, pra mund t'i kenë syt, mund t'i kenë dhe funksionin, ideja e funksionit. Nuk e kanë, por dikush që po ndjek këtë emision, ndoshta dashamirës si fesë, akoma s'ka hyrë, mund të krejt pyetjen thot, po Zoti ka këto cilësi? Pra, kthehemi tash ke Zoti real. Atëherë, ne besojmë si musliman se Zoti ka atributa dhe cilësi, dhe për çdo gjë që Zoti na ka njoftuar se e ka, ne e besojmë literalisht, po nuk e besojmë, pra me kuptimin, po nuk e imagjinojmë dot. Për shembull, Zoti ka thënë Kur'an sa i shikon. Ne e besojmë, po se si funksionon tek Zoti ne nuk e dimë. Zoti thotë në Kur'an që dëgjon. Ne e besojmë. Po se si funksionon tek Zoti ne nuk e dimë. Zoti na ka thënë në Kur'an për shembull për duart e tij. Po ne nuk e imagjinojmë, nuk na lejohet të imagjinojmë. Pra është diçka që ne e besojmë thjesht literalisht. Edhe qëndrojmë te kuptimi literal i fjalës. Po se si funksionon tek Zoti, se si është, neve këtë e kemi të ndaluar sepse thotë lejse kemi të ishej. Nuk ka të ngjashëm me Zotin. Ose thot ula yuhitun bi ilmin, është i paimagjinueshëm. Ose thot fjala tjetër thot sido që ta mendoj njeriu nuk është ashtu. Pra përderisa njeriu arrin mendoj diçka për Zotin, nuk është ashtu. Pra derisa mendja njerëzore arritit në një lloj imagjinate nuk është ashtu, sepse nuk e ka dhënë Zoti fuqinë dhe kapacitetin për të funksionuar, pra për të pas njeriu, domethënë imagjinat. Por ne besojmë tek atributet e Zotit, siç ka përmend Zoti në Kur'an, për shembull, ose siç ka përmend pejgamberi sa, për shembull, ne besojmë për shembull që Zoti vjen ditën e Kiametit, o xha rabbuka vjen Zoti. Si vjen? Është Zoti. Kush më afrohet një plumb, unë i afrohem atij një kut. Kush më afrohet një kut, unë i afrohem atij një pash. Kush më afrohet një pash, thot kush më vjen mua duke ecur, unë i vi atij me vrap. Pra me kuptimin i vi me shpejtësi. Si funksionon ose Zoti është mbi arshet? Këto cilësitë Zotit ne nuk i interpretojmë dot. I kuptojmë literalisht, por nuk na lejohet pastaj të i kalojmë pjesën literale. E Zotit funksionon si e din Zoti, siç tha Imam Maliku, kur e pyetën për shembull, tha el-istiwa ma'lum, çfarë do thotë fjala istiwa dihet në gjuhën arabe, ul kayfu majhul, se si funksionon nuk dihet, u sualu anhu bid'a. Të pyesësh se si funksionon është bidat. Prandaj tha këtë njeri nxjerrin nga Medinja në mënyrë që mos na fusi le të themi të tilla mikrobe në Medinë, po të lejmë njerëzit në natyrshmërinë e tyre të jetuarit. Ose siç tha për shembull pejgamberi selam, Dejjali tha shef vetëm me një sy, po Zoti juaj nuk ka vetëm një sy. Fytyra e Zotit. Pra ne i besojmë literalisht gjërat, edhe nuk na lejohet fetarisht që të kalojmë pjesën literale. Është njësoj siç thotë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë lejse fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Në xhenet nuk ka prej gjërave të kësaj bote vetëm se emrat. Në xhenet nuk ka prej gjërave të kësaj bote, sepse xheneti thot rrush, xheneti thot banane, xheneti thot ver, xheneti thot qumësht, shumë gjëra që ne i kemi emrat njohur në këtë botë. Çfarë thot? Nuk kanë xhenet prej gjërave të kësaj bote vetëm se emrat. Pra emrat janë të ngjashëm, po funksionon. Pra nëse xheneti s'ka asgjë nga imagjinatat e kësaj bote, po Zoti i xhenetit absolutisht pa imagjinuar. Pra është kundërta, siç e tha ty, imagjinatës. Pra nuk imagjinojmë dot. Për këtë arsye në Islam
s'ka portretizim apo s'ka imagjinat për Zotin e kështu. Imazhe, figura etj. etj. Madje as për engjëjt nuk ka. Mund ta mendojë ndonjëherë për ne si ka qenë Xhibrili? Ose si është Xhibrili, se imagjinon dot. Pse se është botë gajbi. A më ne besojmë dimension tjetër për te materies. Po ne besojmë që Xhibrili për shembull ka 600 palë krah. Si mund të ketë 600 palë krah? Si ka të vendosur? Si mund nuk është më pjesa jone. Atëherë nëse ne nuk mund të imagjinojmë me lajket apo xhindët, atë për xhindët, ne nuk është se kemi një version për xhindët. Në Islam që xhindët ja kanë këtë formë, nuk kemi. Është botë gajbi. Pra nëse me lajket, nëse engjëjt, pra nëse xhindët, nëse jeta e varrit apo xheneti apo xheneti për ne janë vetëm emra dhe nuk i imagjinojmë dot, nuk ka dyshim se krijuesi normalisht. Pastaj që Zoti është diçka akoma dhe më e madhe. Pra, me pak fjalë, idhujt ka vetëm imazhin, jo funksionin, kurse ne ke Zoti nuk e kemi imazhin sot, por ama dim funksionin, dim veprat e Zotit në univers. Atëherë të ndërtër shikues, shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio me hoxhën tonë të nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, ekziston një shprehje që thotë, në fakt kjo duket sikur është komplet në antitezë me çfarë është përhapur sot shoqërinë moderne, pra që monoteizmi, dogma, tauhidi, në fakt është gjëja më intelektuale që mund të pse robi, pra është kulmi i intelektit. Ndërkohë duket sikur shoqëria po shkon në një tjetër drejtim. E shef sikur kjo është një gjë e parëndësishme. Pra, le të hyjmë këtu ke smundja e monoteizmit, ke dhujtaria, ke shirku, sa dhe shirqesh, si ndahet shirku, paka shumë. Atëherë, e para gjë të më thënë, gjëja më e rëndësishme ose pika më kulminante ose pika më e fortë që mund të arrijë njeriu në këtë botë është të besojë se Zoti është një i vetëm, të besojë se çdo dedikim vepror duhet i përkushtohet Zotit, të besojë se Zoti, aq që tham ne pak më herët, është Zot ekzistent, jo abstrakt, po që ka atribute, ka cilësi, po që janë të paimagjinueshme. Dhe pavarësisht se ne nuk e imagjinojmë dot, kjo nuk do të thotë se nuk e ndjejmë prezencën e tij, mbikëqyrjen e tij, shikimin e tij, fuqinë dhe madhështinë e tij në jetën tonë. Kur kemi hap drejtohemi nga ai pra në gjithë. Kjo është pika më e rëndësishme. Mirë, po kjo pikë kaq e rëndësishme ka edhe atë smundjen e vet që është ose të kundërtën e vet që është shirku ose idhujtaria. Shirku në Islam konsiderohet që njeriu ose të besojë se ka zota përveç Allahut, që është ajo që është, domethënë, më koti që mund të imagjinohet, flas edhe në rreth në besimtarëve nuk ekziston, por tek tjerët edhe mund të ekzistojë, pra mund të ekzistojë si bindje. Kemi le të themi një lloj shirku tjetër në Islam që është shirku i besimit se dikush ka fuqinë ose ka kompetencën nga Zoti të bëj punët e Zotit në tokë. Dikush mund të shërojë, dikush mund të furnizojë, e ka nga Zoti thotë. Po pra, domethënë ti po beson se dikush mund të bëjë atë që e bën Zoti, me çfarë argumenti? Sepse edhe Mekasit në kohën e pejgamberit alayhis salam nuk besonin se Lati është Zoti apo Uza. Jo, thoshin Zoti e ka lënë këtë, se kush jemi ne që t'i flasim Zotit drejt për drejt nëpërmjet këtij njeriu të mirë. Kanë qenë njerëz të mirë. Pra Lati, Uza, Menati, gjithë to kanë qenë njerëz që i shërbenin haxhive. Kur vinin haxhit vit në arshëm, po ku është Lati? Ka vdek. Oh, po si ka vdek? Okej, le ta përkujtojmë me një përmendore. Kalon dhe brezi parë, brezi dytë, brezi tretë, ajo përmendore kthehej në objekt, si më thon, ndërmjetësimi mes njerëzve, pra askush nuk besonte se Lati krijon, se Uza krijon. Jo, edhe në kohën e Nuhut alayhis salam, askush nuk besonte se idhujt kryesorë që ishin në kohën e Nuhut alayhis salam ishin ata zotat. Jo, ato beson njerëz të mirë që na lidhin me Zotin. Pra në momentin që ti beson se dikush mund të bëj atë që bën Zoti, apo ka kompetencat e Zotit, ti ke bërë shok Zotit. Në momentin që ti beson se dikush tjetër përveç Zotit meriton akte, le të themi, sakrifice, adhurimi, përkushtimi, siç i takojnë Zotit në të vërtetë, ti ke rënë shirk. Në momentin që ti beson se dikush ka atribut të Zotit apo cilësi të tij, ke rënë shirk. Pra shirku, le të themi, në Islam ka dy ndarje: shirku i madh
dhe shirku i vogël. Shirku i madh ka dy ndarje, shirku të besosh ose idhujtaria të besosh se ka zota të tjerë përveç Allahut, dhe kjo zakonisht nuk është në botën le të themi e musliman, dhe shirku që ti të besosh se dikush bën atë që bën Zoti, ose dikush ka kompetencën e Zotit, ose dikush meriton atë që meriton Zoti, ose nëse dikush ka atribut ose cilësi të Zotit. Në këtë rast kemi të bëjmë me atë që quhet shirku i madh. Kemi edhe një lloj shirku tjetër, në Islam quhet shirku i vogël. Çfarë do të thotë shirku i vogël? Do të thotë që njeriu ka bërë mëkatin, një mëkat shumë të madh, po nuk është si ky që e nxjerr njeriu nga besimi. Pra ti të besosh se dikush bën atë që bën Zoti, se dikush meriton atë që meriton Zoti, ose dikush gëzon ndonjë atribut Zotit, në këtë rast del nga besimi, edhe pse tu vetes musliman. Tani mund të jesh ignorant, kjo është çështje tjetër, pastaj po flasim si teori. Ndërsa kjo e dyta që do të flasim për të shirku i vogël ose idhujtaria e vogël është ajo që nëse e bën njeriu ka bërë një mëkat shumë të madh, po nuk ka dalë nga feja, nuk ka dalë nga Islami. Për shembull, nëse betohet në emrin e dikujt tjetër përveç emrit të Zotit, nëse thot çfarë të doj Zoti dhe çfarë duash ti, pra Zoti dhe ti, të besoj, të bëj vepra për të duk në sytë njerëzve, gjitha këto futen tek shirku, po tek shirku i vogël, jo tek shirku i madh që e nxjerr njeriu nga feja dhe nga besimi. Në fakt, ju folët për, si me thanë, zotat e tjerë veç Zotit, veç Allahut, pra. Po, kur Allahu t'i veshet një cilësi ose një mangësi, qa gjunahi është ky? Pra, cilësi njerëzore ose? Atë kjo quhet mosbesim. Kufër. Okay. Mohim, mohoni. Po. Ti mveshësh Zotit një tmet apo një mangësi, apo ti veshësh atij një, le të themi, atribut të krijesave, atë këtu kemi të bëjmë me mohim. Pastaj veshja e kësaj mangësie është dy llojesh. Veshje e kësaj mangësie sepse këtë ja çon një krijese, këtu kemi të bëjmë me kufër dhe me shirk, dhe veshja e kësaj mangësie duke mos ia atribuar atë një krijese, këtu kemi të bëjmë vetëm me kufër. Për shembull, ata që thanë se Zoti është i varfër por ne jemi të pasur. Këtu kemi të bëjmë me mohim. Ata që thanë Zoti ka djalë, ky djali i Zotit bën punët e Zotit. Këtu kemi të bëjmë me mohim edhe me shirk. Qartë. Pra kur vim ke Zoti kemi mohim, kur ja japim njerëzve ose krijesave bëjmë idhujtari, politeizëm. Pra le të themi kufri ose mohimi është bashkësia e madhe. Në këtë bashkësi të madhe që është mohimi kemi idhujtarinë, kemi mohimin, kemi talljen me fenë, me besimin, mohimin e librave, mohimin e profetëve, mohimin e botës tjetër. Pra mohimi është bashkësia rreti më i gjerë. Brenda mohimit kemi idhujtarinë, kemi shumë bashkësi të vogla, do të thonë që përbën bashkësinë e madhe të mohimit. Pra çdo idhujtari është mohim, po jo çdo mohim është idhujtari. Në fakt, për kufizimi që ju bët, duke si kur shtrihet në çdo kapilar dhe qelisë shoqërisë. Pra, shirku, e folën fillim është edhe ke kulti individit, është kudo. Sa i mund është besimtari ndaj shirkut? Sa i kërcënuar është më saktë? Ne ekspozojmë ndaj shirkut. Nuk ka imunitet për kësaj gjëje. Pra, njeriu duhet të jetë në kujdes të vazhdueshëm. Ne kemi rastin e dy profetëve madhështor, Ibrahimit alayhis salam dhe pejgamberit alayhis salam, që luteshin. Ibrahimi tha: "Rabbi xhnubni o benije në abdëlest." O, Zot, ta më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Pse do të lutet Ibrahimi alayhis salam? Ai gjithë jetën ja kushtoi luftës së adhurimit të idhujve. Meqenëse ata i lutet sepse njeriu nuk mbështetet dot tek vetja e tij. Vet pejgamberi alayhis salam, Allahumma inni a'udhu bika, i than, o pejgamberi Zotit, si të ruhemi nga shirku. Ora ka ndonjë lutje që kemi të ruhemi, të mbrojemi, tha, thuni në lutjet tuaja, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Zot, më ruaj për shirkut duke e ditë, por më ruaj edhe për shirkut duke mos e ditë. Se nganjëherë njeriu ka rënë shirk pa e kuptuar. E ka marr le të themi, e ka marr rryma e shirkut pa e kuptuar, ka rënë shirk pa e kuptuar. Kështu që imunitet nuk ka, por se el ma'sum men asamahullah, i mbrojtur është ai që e mbron Zoti. Për këtë arsye vazhdimisht ne duhet të kërkojmë mbrojtje e Zotit, se në momente të caktuara mund të na godasi le të themi, ose mund të na përfshijë në një val i shirkut të vogël le të themi, apo shirkut të fshehtë. Po pse jo edhe shirku tjetër, domethënë, i cili është shumë i gjerë, pra nuk është vetëm tek idhujt, po mund të jetë edhe tek ligjet, që ti domethënë të besosh dhe të mendosh se dikush tjetër veç Zotit ka drejt
të shpall apo të sjell rregulla dhe ligje si doja ai. Pra, duhet më punuar për ditë me pjesën e kësaj, kur profetët e Zotit kishin frikë, sepse me sa duket kjo që ka dhe dobësia njerëzore, ose më saktë ajo kalaje që synon shejtani ke njeriu që po të heqësh dorë fund fare pra përfundon duke adhuruar dhe Absolutisht. statuje dhe objekte të caktuara të shenjta. Mirë Hoxh, ju falenderoj që ishe sot me ne në studio. Zotit mirëft. Gjithashtu falenderoj të shikuesit pra që na ndoqët edhe në puntatën e sotshme. Assalamu alaikum wa rahmatullah.